Kjo e premte xhumas në xhamin e Bubekër të Pogradecit përkoj me ditën e parë të Dhulhixhes, muaj të shenjtë në të cilën kryhet pelegrinazhi i Haxhit në Mekë. Nuk ka ditë më të dashura se 10 ditët e Dhulhixhes në besimtarët mysliman, sikurse ato të jenë një Ramazan i vogël. Siç dihet, pelegrinazhi i Haxhit, dita e Arafatit dhe Bejrami i Kurbanit ndodhen në muajin e Dhulhixhes. Të gjitha këto dhe adhurimet e bëra këto ditë tregojnë rëndësinë e këtij muaji në mesin e myslimanëve. Këto 10 ditë të muajit të Dhulhixhes është kryerja e shtyllës së pestë të Islamit, e cila është kryerja e Haxhit. Përmendje Allahun e madhëruar sa më shumë me tekbir dhe me tehlil dhe me tahmid, agjërimi në ditëve të para, sidomos në ditën e Lent, e cila është dita e Arafatit. Në këto ditë besimtarja dhe besimtarja me të hyrë dita e parë e Dhulhixhes është mirë që të shtojë agjërimin në këto ditë. Agjëroj disa ditë prej ditëve të muajit të Dhulhixhes, të shtojë bamirësinë në këto ditë, të shtojë namazin vullnetar, namazin e ditës dhe namazin e natës, sepse neve kemi parë dhe jemi dëshmitar që besimtarët në 10 ditët e fundit të muajit të Ramazanit i shikojnë në xhami duke lexuar librin e Zotit, duke shtuar namazin e natës, por në këto 10 ditë shikojmë një gaflet, shikojmë një shkujtesje të madhe dhe jo ka qëllim e zgjodha temën e hutbes së sotme, ti përkujtoj vetes time edhe me pas të gjithëve ju besimtarë dhe besimtare që në këto ditë, në ditët e para të muajit të Dhulhixhes, ta shtojmë leximin e Kuranit, të shtojmë namazin e ditës, të shtojmë namazin e natës, të shtojmë sadakan, të shtojmë punët dhe veprat e mira, me qëllim që të afrohemi sa më shumë tek Allahu i madhëruar dhe të përgatitemi për ata të cilët kanë mundësi të zgjedhin qurbanin më të mirë, ta bëjnë për hir të Allahut të madhëruar. Për 10 ditët e muajit Dhulhixhe është betuar Allahu i madhëruar në kurban. Betimi i Allahut për krijesat e tij është një lloj tërheqje e vëmendjes dhe dhënies së një rëndësie të veçantë për atë të cilin betohet. Qëllimi për 10 ditët është 10 ditëshi i parë i muajit të Dhulhixhes. Në këtë kuadër festiv, Xhabiri ka thënë 10 ditët janë 10 ditët e Dhulhixhes, ku teku është dita e Arafatit dhe çifti është dita e kurbanit.